Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga diabeti, duhet të hiqni dorë menjëherë nga këto ushqime. Sipas OBSH-s, diabeti është bërë një sfidë globale shëndetësore pasi me mbi 422 milion njerëz në mbar botën vuajnë nga kjo sëmundje. Sëmundja jo vetëm që ndikon në shëndetin e përgjithshëm, por gjithashtu rrit rrezikun e kushteve të tjera serioze si sëmundjet e veshkave, sëmundjet e mëlçisë dhe problemet e syve. Këtu janë disa zgjidhje dietike që individët, veçanërisht ata me diabet, duhet të shmangin për të ndihmuar në kontrollin e niveleve të sheqerit në gjak. Miell i rafinuar i grurit. Shumica e miellit të grurit të disponueshëm në treg është shumë i rafinuar duke hequr lëvozhgën e jashtme, e cila është e pasur me fibra. Ky proces ngre gjithashtu indeksin glicemik të grurit 30 deri në 70 duke bërë atë të dëmshëm për individët me diabet. Prandaj, ata me diabet duhet që të minimizojnë konsumin e miellit të grurit. Mielli i mistrit. Ndërsa mistri është një burim i mirë proteinash, mielli i mistrit duhet të shmanget nga individët me diabet. Buka e mistrit është e lartë në karbohidrate duke shkaktuar një rritje të shpejtë të niveleve të sheqerit në gjak. Si i tillë nuk është i përshtatshëm për ata të cilët kërkojnë të menaxhojnë diabetin e tyre në një mënyrë tepër efektive. Miell i orizit të bardhë. Mielli i orizit është një ndër ushqimet me glicemi të lartë, e cila mund të çojë në rritje të nivelit të sheqerit në gjak. Mjekët shpesh këshillojnë njerëzit në rrezik të diabetit të kufizojnë konsumimin e orizit, pasi ai është i pasur me karbohidrate dhe mundet që të ndikojë negativisht në kontrollin e sheqerit në gjak. Karbohidratet e rafinuara. Ushqimet e bëra nga karbohidratet e rafinuara si për shembull buka e bardhë, makaronat e bardha dhe orizi i bardhë munden që të kenë një ndikim tepër të rëndësishëm në nivelet e sheqerit në gjak. Këto njëseshte i nënshtrohen përpunimit të gjerë duke hequr krundet dhe embrionet e kokrës. Si rezultat, ato shkaktojnë rritje të shpejtë të sheqerit në gjak. Njerëzit me diabet duhet të shmangin rreptësisht ushqime të tilla dhe t'i konsiderojnë drithrat si alternativat më të shëndetshme. Kur trupi juaj merr shumë glukozë përmes ushqimit, mund ta çojë trupin tuaj drejt një rritje të sheqerit në gjak. Sheqeri i ngritur bën që mitokondria në qelizat tuaja të stresohen dhe të mbyllen duke penguar aftësitë e tyre për të prodhuar energji në mënyrë adekuate. Prandaj ju mund të dëshironi që të siguroheni që nivelet e sheqerit në gjak të mbeten të kontrolluara. Për fat të mirë, mjeku Sinu Patel ndau me express.co.uk metodat se si t'i mbani nivelet tuaja të stabilizuara. Kanella. Një element kryesor, kanella ofron më shumë se një aromë të këndshme. Mjeku shpjegoi se erza e njohur përmban përbërës që mund të rrisin ndjeshmërinë ndaj insulinës duke lejuar qelizat tuaja që të marrin glukozën në mënyrë më efektive. Kjo do t'ju ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Shafrani indiz. Ngjashëm me kanellën, erza e artë mund të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës duke reduktuar rezistencën ndaj insulinës dhe duke promovuar kontroll më të mirë të sheqerit në gjak. Xhenxhefil. Një tjetër përbërës i njohur ngrohës, xhenxhefili mund të përdoret në gatim, çajra, smoothie për të reduktuar glukozën në gjak. Perime pa njëseshte. E përkryer për supa dhe pjekje perimet si spinaçi, lakra jeshile, brokoli dhe lule lakra janë të mbushura me fibra të cilat munden të ndihmojnë në stabilizimin e nivelit të sheqerit në gjak. Fibra ndihmon në ngadalësimin e përthithjes së sheqerit duke parandaluar rritjen e niveleve të glukozës në gjak. Bishtajoret.
Ngjashëm me perimet, ushqime si thjerrza, qiqra dhe fasulet e zeza janë të pasura me fibra të cilat mundet të ngadalsojnë përthithjen e sheqerit dhe të ndihmojnë në rregullimin e sheqerit në gjak. Arra dhe farat. Nga gotat me arra të pjekura në avull deri te farat e spërkatura mbi supa, bajame, arra, fara chia dhe farat e lirit janë burimet më të mira yndyrore dhe fibrave të shëndetshme që mund të ndihmojnë në menaxhimin e sheqerit në gjak. Drithrat integrale. Pavarësisht nëse jeni adhurues i qullës për mëngjes, ju duhet të zëvendësoni orizin e bardhë me sasi të lartë të sheqerit në gjak. Drithrat integrale ofrojnë një burim të shkëlqyeshëm të karbohidrateve komplekse dhe fibrave. Proteina mbështetëse. Ushqime si tofu dhe burime mbështetëse të proteinave si për shembull mishi i pulës, gjele të detit, peshkut, jo vetëm që kanë shije të mrekullueshme kur janë të pjekura ose të skuqura, por ato gjithashtu mund të ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Çaji jeshil. Pijet e ngrohta janë një domosdoshmëri gjatë ditëve të ftohta, por zgjedhja e çajit jeshil mundet të jetë veçanërisht e dobishme. Çaji jeshil përmban komponime si për shembull katekinat dhe gjithashtu ato përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe zvogëlojnë përthithjen e glukozës në sistemin tretës. Gjithashtu, këtu ne do t'ju tregojmë dhe disa ushqime të tjera të cilat janë tepër të rëndësishme për të ulur sheqerin e lartë në gjak. Një ndër to është boronica rrushi molla. Shumica e frutave kanë një nivel të ulët të glicemisë sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fibër, por niveli i glicemisë mund të ndryshojë në varësi të pritjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë një nivel të lartë glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe në lëng mbetet vetëm sheqeri. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit që konsumojnë më shumë boronica, rrush dhe moll kanë më pak mundësi të preken nga diabeti tipit 2. Patatet të ëmbla. Patatet e zakonshme kanë një nivel të lartë glicemie, derisa patatet e ëmbla kanë një nivel të ulët dhe për më tepër janë të pasur me ushqyes. Kosi. Kosi është i vetmi produkt bulmeti dhe ai ka një nivel të ulët të rrezikut të shfaqjes së diabetit. Kosi i bërë në shtëpi ka një nivel të ulët glicemie dhe mbi të gjitha është i shëndetshëm. Tërshëra. Sipas të dhënave, tërshëra ka një nivel të ulët glicemie dhe ka pak gjasa të shkaktojë luhatje në nivelin e sheqerit në gjak. Tërshëra. Ajo përmban edhe B-glukan dhe kjo substancë përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës, ndihmon në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe ulin ytyrat në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet që të mos e teprojnë me tërshërën sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Shumica e arrorëve. Arrorët janë të pasur me fibër dhe kanë një nivel të ulët glicemie prej 9,55. Ato janë gjithashtu të pasur me proteina me bazë bimore, acide yndyrore mono të pangopura, antioksidant, vitamina dhe minerale si magnezi dhe kaliumi. Arrorët duhen konsumuar pa e tepruar dhe në variantin e papërpunuar të tyre. Hudhra. Hudhra ndihmon në uljen e nivelit të sheqerit në gjak dhe përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhra rekomandohet të hahet e freskët sepse ushqyesit e saj janë më të dobishëm. Peshqit. Peshqit nuk kanë nivel glicemie dhe ato janë të shëndetshëm për diabetikët. Merluci i rritur në ujëra të ftohta është veçanërisht i rekomanduar për diabetikët dhe për personat të rrezikuar prej tij. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!